Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo në fjalën e mbajtur në parlament foli për përmbytjet e nëntorit dhe dhjetorit në Dimal dhe Kuçov. Bozdo tha se në nëntor mira hektar tokë u përmbyt pasi pushteti nuk ishte kujdesur për kanalet kulluese dhe sistemet kulluese në përgjithësi. Deputeti Demokrat tha se të gjithë fermerët u lanë në mëshirë të fatit pasi vetëm një pjesë e vogël e fondeve do të mjaftonte për të përballuar të gjitha dëmet e shkaktuara. Fermerët e Dimalit dhe ato të Kuçovës, veçanërisht ata të Arzës, Çifligut, Samatic, Dernovic, Hing, Goriçan, Kozare, Salc Kozare, Ferasit, Tapis dhe mira familje në këto zona janë prekur më shumë nga këto përmbytje, siç është prekur në fakt gjithë Shqipëria. Në përmbytjen e parë, ato të shkaktuar në nëntor të vitit kaluar, mira hektar tokë bujësore, sera, fusha të mbjella dhe gjë e gjallë, plantacione me agrume, u përmbytën jo nga fakti i rreshjeve, por nga fakti se pushteti vendor dhe i qendror. Prej 15 vitesh nuk ishte kujdesur për kanalet kulluese dhe sistemin kullues në përgjithësi. Janë me 10 milion euro në fakt të dhëna dhe të investuara, të paktën kështu pretendrohet nga letrat, në këto vite në këtë sistem, i cili në funditës qëllon që ose nuk ekziston ose nuk është pastruar fare. Bozdo shtoi se fermerët dhe blegtorët janë më të përbuzurit dhe se me këtë ritëm brenda pak viteve Shqipëria nuk do të ketë më as sektor bujqësor dhe as industrial. Po ashtu deputeti demokrat Luan Baçi akuzoi qeverinë për keq menaxhimin e situatës me përmbytjet e janarit, kur tha se kryeministri Rama tregonte dokra jo të vërtetën për krizën e krijuar në pjesën më të madhe të territorit të vendit. Dështimi më i madh ekonomik dhe abuzimet më flagrante me buxhetin e shtetit i shpalosën pikërisht përmbytjet e janarit në shumicën e territorit të vendit dhe sidomos tek fermerët. Të gjithë ekspertët e klimës dhe të sektorit hidrik kanë theksuar pak a shumë të njëjtin fakt, se rreshjet si intensitet kanë qenë më të ulta se herët e mparshme, por menaxhimi i tyre ka qenë më problematik se kurrë më parë. Nuk ka asnjë justifikim nga pushteti për krizën e menaxhimit, e aq më pak dokrat e kryeministrit për çështjen e bllokimit kanaleve nga mbeturinat që hedhin qytetarët. Situata alarmante e dëmeve dëshmoi qartë keq menaxhimin e sistemit kanalizimeve, të kullimit, të sistemit kanalizimeve, të mirëmbajtjes së argjinaturave dhe digave, vjedhjen e fondeve dhe mos funksionimin total të sistemit pushtetit lokal dhe atij qendror. Sipas tij, kjo situatë erdhi për shkak të dështimeve dhe abuzimeve flagrante me buxhetin e shtetit. Ndërkohë Erion Braçe vijoi të bëjë kritikun e qeverisë duke deklaruar se nuk rezulton që në buxhetin e shtetit fermerët janë kompensuar për dëmet të pësuara në muajin korrik. Rezerva e vetme që unë kam ka të bëjë me dy sektorë të rëndësishëm të ekonomisë kombëtare, me sektorin më të gjerë të saj, që është bujqësia që vazhdon të numëroj vitin e disat, jo më 3 mujorin, po vitin e disat me rënje, dhe natyrisht sektori tjetër që është sektori etik në çdo vend, për ekonominë e çdo vendi që ka të bëjë me industrinë, që shënon në rënje gjithashtu duke hedhur dyshime me një rimodelim të ekonomisë kombëtare i cili do e mos nuk mund të jetë pa këto dy sektorë të rëndësishëm të saj. Duke u ndalur te buxheti vitit 2026, Braçe tha se mendon që deficiti nuk është realizuar për 30 miliard.